U shënuan 49 vite nga pushkatimi poetëve martir Vilson Bloshmi dhe Gens Leka, një krim i kryer nga regjimi diktatorial komunist ndaj dy intelektualëve që refuzuan të nënshtroheshin. Kjo datë, si çdo datë tjetër kushtuar heronjve antikomunist, duhet të mbetet një ditë reflektimi dhe kujtese për të gjithë shqiptarët. Një demokraci që u mbet kujtesën rrezikon të përsërisë gabimet e së kaluarës, prandaj kujtimi i viktimave të diktaturës është një detyrim moral dhe kombëtar. Nën kujdesin dhe organizimin e veçantë të deputetit Bujar Leskaj, në qytetin e Librazhdit u organizua ceremonia përkujtimore pranë memorialit kushtuar poetëve martir, ndërsa sakrifica e tyre ka bërë që ata të mbeten gjithmonë deri kombit. Ceremonia nisi me nderime në memorialin që përkujton poetët martir, ku vendosën edhe kurora dhe buqeta me lule. Një përshëndetje veçantë erdhi nga deputeti Bujar Leskaj, njëkohësisht organizatori i këtij aktiviteti. I dashur dhe i nderuar Zoti Bedri Bloshmi, të nderuara zonja deputete dhe zotrinj deputet, të dashur të rinj të qytetit të Vlorës dhe qytetar të Librazhdit, të nderuar aktorët e mëdhenj Raimonda Bulku dhe Bujara Sqeriu, gazetari Beqir Sina, zotria Beqir Sina, ne sot në këtë 17 korrik vim një grup qytetarësh vlonjat, të rinj demokrat, së bashku me deputet të Partisë Demokratike, me antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Atir Doxha, për të përkujtuar një ditë historike, një ditë përkujtimore e cila është sa tragjike, aq dhe heroike. Ne jemi në vitin e 49, kur diktatura komuniste e viteve 70, në 1977, pushkatoi dy poetët disident, dy poetët dëshmor, dy djem fisnik të zonës së Librazhdit dhe jo vetëm të zonës së Librazhdit, Vilson Bloshmin dhe Gens Lekën, duke shënjuar kështu një datë të zezë të krimit komunist, por një herazi këta dy poet kaluan në përjetësi. Të gjithë poetët, po në veçanti poetët dëshmor, poetët disident, kanë dy jetë, jetën fizike dhe jetën e përtejme. Dhe jeta e përtejme gjithmonë e tejkalon atë fizike. Poetët Vilson Bloshmi dhe Gens Leka janë si dy shpirtra binjak, dy vëllezër binjak të shënuar jo vetëm në antologjinë e kulturës shqiptare, por të shënuar me gërma të arta në atë antologji të madhe të qendresës antikomuniste në ato vite të vështira të diktaturës. Në ato vite kur jo kushdo mund të shkruante Saharan, jo kushdo mund t'i kundërvijej mendimin me idet, poezit dhe përkthimet e tija. Pas ceremonisë pranë memorialit, u vizitua shtëpia muze e poetëve në Bërgjisht, ku heroi i gjallë Bedri Bloshmi i mbijetuar i burgjeve komuniste, i cili jetën u ka kushtuar vëllezërve të tij nga shtëpia muze, ndau historinë e dhimbshme të persekutimit, torturave dhe vuajtjeve që përjetoi familja e tij gjatë regjimit komunist. Falenderoj shumë për ftesën kolegun ton Bojari, i cili gjithmonë na bën pjesë këtyre iniciativave, dhe pse sot nuk dua të flas si deputete apo që e kam njohur Genci dhe Vilsonin nga historia, unë jam Bes Librazhdi, jam rritur në Sopot Vilan, gjyshja ime më ka treguar, sikurse më ka treguar për Vilsonin, për Gencin, për Nezirin e për shumë të tjerë, dhe unë jam njoh me historinë e tyre dhe me vuajtjet e tyre nga gjyshja ime e ndjerë që ndriti pas shpirtit gjithve. Jam njohur për këto dy poetë jashtëzakonshëm që pati Librazhdi, për këto dy intelektual, për këto dy të rinj që u bën martir të demokracisë, dhe sikurse jam njohur unë nga familjarët mi, do doja shumë që gjithë bashkëmonshatarët e mi që nuk e kanë pas fatin t'i tregoj gjyshja t'i njohin vuajtjet dhe sakrificat që ka bërë një brez i tërë nga krimet e komunist nga historia. Kështu që gjithë secili nga ne ka për detyrë të bëj më shumë, sikurse po e bën Bojari, dhe në ngjurmët e një kolegu të mirë të hecim secili prej nesh të rinjve për të kujtuar këto
figura që gjithë jetën vuajtën pse guxuan të thonë fjalën e lirë. E kupton, aroma e kësaj shtëpie ka vlerën e madhe. Ku rritën këta djemë. Shpreha jote personale tregon një gjë të madhe. Shmi legjendar e Gens Leka, o Wilson i madh, ti më ike, shumë shpejt më ike, rrjedhin në varat në male, më le vetëm dhe ike, ndër vite. Ti nuk e vdekur, ju nuk jeni tretur, bashkë me Kencin Binjak, në zemrat tona ju keni mbetur. Në shtëpin muze, së bashku me Bedri Bloshmin, ju dhuruan libra të rinjve dhe pjesëmarrësve, me dëshirën që historia, kujtesa dhe vepra e poetëve martir të vazhdojë të jetojnë ndërbreza. Në këtë aktivitet përkujtimor, mori pjesë edhe grupi polifonik Jona Labe, të cilët interpretuan këngë labe kushtuar 2 poetëve martir, duke i dhënë ceremonisë një emocion të veçantë. Lico,